Fenomeni Shkodran Luiz Eli sapo ka reaguar pas vendimit të gjykatës së apelit në Tiranë lidhur me pafajësinë e tij. Ai ka publikuar një video ku flet për drejtësinë e vendosur në vend dhe për mbylljen e çështjes që aq shumë zhurmë ka bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Shkodrani i zemrës ka folur më në fund hapur lidhur me këtë çështje të cilën është munduar prej kohësh ta mbajë private pa dashur t'i shtojë zjarrit tij. Shkodrani i zemrës ka vendosur të flasë lidhur me akuzat që i rëndonin mbi supe prej kohësh dhe vendimit të drejtë që gjykata e apelit ka marrë ditën e sotme. I veshur me një kostum klasik, ai shprehet kështu: pas një betejë të gjatë me padrejtësinë, pas një vendimi që u botitui portalesh dhe fest për disa, drejtësia foli sërish dhe qartë: jam i pafajshëm. Gjykata e apelit e rrëzoi atë vendim absurd që më dënoi me një vit burg, jo sepse më dha një favor, por sepse pa të vërtetën. Një të vërtetë që shumë nuk e kërkuar kurrë, sepse nuk i interesonte drejtësia, por shkatërrimi. Ndërsa unë luftoja për të mbrojtur emrin, jetën dhe të ardhmen time, kishte njerëz që qeshnin, kishte sy që ndriçonin nga lajmi i dënimit tim. Madje thoshin dhe që e mori atë që meritonte. Sigurisht tani është koha që këta njerëz ta ulin kokën, jo nga frika, por nga e vërteta. Sepse kur dëmton një njeri të pafajshëm nuk fiton as drejtësia as morali, por veç urrejtja. Faleminderit drejtësisë që foli, faleminderit jetës që më dha durimin, faleminderit atyre që besuan po aq sa unë në pafajësinë time, faleminderit të gjithëve. Fjala pafajësi nuk është thjesht një vendim, është dinjitet. Kjo ka qenë edhe deklarata e shumë pritur e fenomenit Shkodran Luiz Eli, i cili ka reaguar pasi u shpall i pafajshëm nga seria e akuzave që kishin rënë mbi të. Kjo është hera e parë që Luizi flet kaq hapur lidhur me këtë çështje që ka patur një bujë mediatike të madhe dhe ka pushtuar rrjetet dhe televizionet shqiptare. Ai më në fund u shpall i pafajshëm dhe nuk kishte se si mos të shprehej me disa fjalë për këtë, pasi duhej të tregonte se është falënderues ndaj atyre që e besuan dhe sigurisht të ulte kokat atyre që përfituan nga ky rast për ta zhytur dhe për ti njollosur emrin me të cilin ai ka punuar fort deri më tani. Kjo deklarat, ky reagim po merr pafund urime dhe shumë komente pozitive nga mbështetësit dhe dashamirësit e tij të sinqertë që nuk kanë dyshuar në asnjë moment për të. Me siguri Luizi ndihet plotësisht i liruar dhe i lumtur që drejtësia triumfoi dhe ai arriti të tregonte se gaboheshin të gjithë ata që e sulmuan dhe ja kthyen këtë akuzë kundër për ta bërë një njeri që nuk ishte, mashtrues dhe i korruptuar.